Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Prishtinë, në Kosovë, do të flasim me zonjën Makbule Sadri Shkodra, njohësim mjaft e mirë zhvillimeve politike për këtë fundjavë e cila pritet të jetë e nxehtë jo vetëm nga temperaturat, por edhe nga aktualiteti politik, edhe jo vetëm. Zonjë Shkodra, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zotri Balla, kënaqësi të jem në emisionin e juaj. Faleminderit ju. Pas ditën e sotme Kurti ka thirrur partitë politike, ndërkohë që nesër seanca radhës konstituive në vazhdim e parlamentit. Por edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, ju në çfarë përfundimi keni dalë si njohëse këtyre zhvillimeve politike dhe jo vetëm, që pas 30 ditësh që është vendosur afati, në qoftë se nuk ka konstituim të parlamentit, do shkojmë në zgjedhje të reja apo deputetët do shkojnë në ndjekje penale? Së pari të kthehem te ajo që do të thotë vendimi i gjykatës kushtetuese ka dalë me qartësim sa i përket këtij ngërçi ku jemi. Dhe gjëja që po më brengos mua është mënyra se si po lexohet nga partia e parë, nga lëvizja vetëvendosje, sepse ngërçi mbeti aty pra te krijimi i këtij komisionit për të votuar fshehtë, për ta votuar në mënyrë të fshehtë përsëri të njëjtën kandidate. Dhe gjykata kushtetuese me vendimin e saj e qartësoi këtë pikë, se seanca ka filluar me votim të hapur, pra me 8 prill janë takuar Glau Konjusa, ish kryetari i parlamentit, me partitë përfaqësuese të partive politike, janë dakorduar për agjendën e seancës konstituive, mënyrën se si do të votohet, po dhe praktikat e mëhershme kanë qenë votimi i hapur. Pra, kjo është që e para, mënyra se si e keqpërdori zotri Dehari pozicionin e tij si udhëheqësi i seancës konstituive për shkak të moshës, do thotë po shihet e qartë. Do thotë tani presim, por brenga ime është leximi që po i bëhet këtij aktgjykimi nga partia e parë, nga lëvizja vetëvendosje. Ne që kur doli vendimi, kemi postime, kemi deklarime të zyrtarëve të vetëvendosjes se kinse paska qenë e lejuar. Ndërkaq sa i përket pyetjes së juaj, sepse sot është takimi, që edhe kjo duhet një kritik. U desht pra aktvendimi i gjykatës kushtetuese që zotri Kurti ta kuptoi se duhet të bisedoj me partitë, me përfaqësuesit e partive politike. Prandaj, kjo është edhe një zhgënjim. Na i humbi 30 ditë kohë për të ardhur vendimi dhe ai për ta kuptuar se duhet të bashkëbisedoj. Po ja që mirë që e bëri. Kritika e dytë për zotrin Kurti është se a nuk i është dukur urgjente që dje të mbahet ky takim. Menjëherë, posa u kuptua aktgjykimi pra një ditë më herët, dje ishte dështimi i seancës përsëri me dakordim të gjithëve dhe ai pritjet e mia kanë qenë që menjëherë dje t'i ftonte përfaqësuesit e partive politike dhe të diskutonte me ta. Por ja që atij si duket nuk i është bërë vonë dhe sot është takimi në orën 16, partitë politike e kanë konfirmuar pjesëmarrjen të përfaqësuar nga kryetarët e tyre, përveç më duket që AK ka vendosur ta dërgoj një deputete të vetëm pra në takim, edhe këtu kam kritik, sepse do duhej që të shkonte edhe kryetari i AK-s, sepse diskutimi që do të bëhet aty kërkon që të jenë kryetarët e partive që do të mund të marrin vendim menjëherë, sepse ata dhe janë të autorizuar nga partitë e tyre për të bërë këto lloj vendimesh. Ndërkaq sa i përket asaj që 30 ditëshi që u përcaktua nga gjykata kushtetuese, tani ne kemi dilemë, sepse megjithatë gjykata kushtetuese nuk ka treguar se çfarë do të bëhet pas 30 ditëve, sepse për të shkuar në zgjedhje të tjera, të jashtëzakonshme në këtë rast, duhet të kemi shpërndarje të kuvendit. Dhe kuvendi nëse nuk arrin të konstituohet, atëherë çfarë do të shpërndahet kur nuk është konstituar? Dhe interpretuesit juristët këtu që kanë komentuar, kanë treguar se e vetmja mënyrë për të penalizuar ata që bëjnë shkeljen e kushtetutës është që të bëhet ndjekje nga prokurorët. Në këtë rast pra është propozuar që të bëhet ndjekje nga prokurorët për 120 deputetët, të cilët e shkelin kushtetutën dhe pastaj të vazhdohet me procedurat ku sipas tyre parashihen dënime 3 deri në 5 vjet burg, që mua më duket që nuk do të vijë deri te kjo. Megjithatë unë shpresoj që do ta gjejnë do thotë një dakordim për të dalë nga kjo situatë. 30 ditë ikën, tani edhe 30 kanë mbetur. Në këto ditë që kanë mbetur, nisur dhe nga analiza që ju bët pak më lart. A ka sinjale nga partitë që mund të kemi një koalicion, sepse pak ditë më parë ishte zoti Enver Hoxha që u shpreh i hapur pra për një koalicion me vetëvendosje.
por kjo deklaratë e tij gjen mbështetje brenda PDK-s, por edhe forcat të tjera. Ka sinjale pozitive? Përveç PDK-s që shumë e sakt kjo që ju po e thoni, do të thotë zotëri Enver Hoxha është një ndër eksponentët në Partinë Demokratike dhe në të njëjtën kohë sa ai po fliste në një televizion, në të njëjtën kohë kishim kryetarin e PDK-s, Memri Krasniqin, i cili thoshte që asnjëherë nuk do të bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe dua të shtoj për publikun që kryetari Krasniqi është rikonfirmuar para një jave, i është dhënë edhe një herë besimi për ta udhëhequr PDK-n. Dhe anën tjetër kishim Enver Hoxha i cili thoshte se është për koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Të them të drejtën, për mua kjo nuk është diçka befasi dhe gjithmonë jam i thara asaj që brenda partive duhet të ketë edhe mendime ndryshe, por ja që në demokraci zakonisht me shumicë vendoset cili do të jetë qëndrimi i partisë dhe si duket shumica në PDK ka qenë kundër bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje. Të njëjtën situatë ne e kishim edhe në LDK për shembull. Shumë më herët kishim disa zëra atje që kërkonin llogaridhënie nga Lumir Abdigjiku, kërkonin ecje të proceseve, në një farë mënyre u la të kuptohet që ka zëra edhe aty që janë për bashkëpunim të LDK-s me lëvizjen vetëvendosje. Tani unë po besoj që të gjitha partitë politike të cilat mund të bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosje, dhe këtu po i referohem LDK-s dhe PDK-s, për kundër qëndrimeve të tyre dhe të gjitha nuk po i harroj të gjitha ato që kanë kaluar, çka ka bërë lëvizja vetëvendosje dhe si i ka trajtuar partnerët e saj politik, unë mendoj që në këto rrethana gjeopolitike duhet t'i thrasin mendjes dhe të harrohen të gjitha, sepse situata gjeopolitike dhe situata e përbrenda Kosovës është e tillë, dhe këtu po e potencoj sigurinë, për sigurinë e kam fjalën, dhe përbrenda Kosovës edhe situata ashtu kësaj situatën ekonomike e cila nuk është as pak e mirë, mendoj që duhet të bëjnë një kompromis dhe të bashkëpunojnë. Madje kam qenë edhe i thare e idesë që të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse, ku përbrenda të ishte edhe lëvizja vetëvendosje. Dhe pse po e them? Arsyeja është që për një periudhë kohore, do të thotë derisa të vijë çështja e zgjedhjes së presidentës, të gjithë të jenë aty, në mënyrë që të gjithë të marrin pjesë në nënshkrimin e vendimeve të rëndësishme për Kosovën, që janë obligimet që kanë dalë nga marrëveshja e Brukselit dhe ajo e Ohrit, në mënyrë që të gjithë të jenë pjesëmarrës në atë vendimarrje, pasi të gjithë kanë qenë kontribues në një etapë të tyre politike në këto vendime. Sonja Shkodra, kam një pyetje për sigurinë. Trumpi e ka përmendur sërish dje Kosovën, ndërkohë që Kurti dje ka bërë disa paralajmërime për festën e sotme që po zhvillohet në Gazimestan për atë Vilodanit, ku sipas mediave në Prishtinë kemi dhe një arrestim deri tani. Ndërkohë që Vučić është përgjigjur duke ngritur pra retorikën. E gjitha kjo, në gjykimin tuaj, është më shumë retorika palët apo ka dhe diçka për t'u shqetësuar, nisur nga fjala e Trumpit? Unë po e filloj nga ajo që ka thënë presidenti Trump dhe nuk kam asnjë dyshim që Kosova ka pasur kërcënime dhe ishte Bansko, ishte Iberlepensi që ndodhi, do të thotë kërcënime që inteligjencët e huaja që janë këtu i raportojnë dhe kanë shumë informacion, po edhe AKI-a, agjencioni jonë i inteligjencës, po ashtu që bën raportimin në baza ditore të kryeministri dhe presidentja, i kanë këto informacione dhe për këtë arsye kishim shumë shpesh deklarata nga kryeministri dhe presidentja se situata është e vështirë, që unë e kritikoja se më duke që krijoi një panik të qytetarët dhe nuk do duhej ndoshta të bëheshin publike sepse këto informacione duhet të barten përmes kanaleve diplomatike të aleatët ndërkombëtar. Megjithatë, nuk është jashtë mendjes që zona pra Kosova ku është në një lloj kërcënimi nga Serbia dhe sot që po mbahet pra festa e Vidovdanit në të cilën janë ftuar të vinë serbë nga Bosnia, nga Serbia, nga Malizi që të testojnë këtu, do të thotë forca policore këtu është në alertin më të lartë për të bërë sigurim, në mënyrë që mos të ketë ndonjë incident i cili do të mund të shkonte drejt
eskalimit të ndonjë dhune që nuk do duhet të ishte, sepse megjithatë Shtetet e Bashkuara kanë prioritet sigurinë, kanë forcat e veta këtu dhe dëshirojnë të kenë siguri, sepse ne të gjithë e dinë që Ballkani një shkëndij e vogël do të mjaftonte dhe do të mund të ndizej. Në anën tjetër, pajtohem me ju atë që tha që Vučić me atë retorikën e tij të zakonshme, po i bënte ftesë atyre që vinë këtu që të mos bëjnë do të thotë gjëra që do të mund të vinin deri te arrestimi i tyre, që unë as pak nuk i besoj, sepse Vučićit i nevojitet një konflikt, një diçka e re në Kosovë, që ai ta shpëtoj vetveten. Ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj se çka po ndodh në Serbi, protestat e studentëve dhe pushteti i tij është duke u lëkundur shumë tani, kështu që ai mendon që e vetmja mënyrë për ta shpërqendruar vëmendjen nga gjithë ajo çka po ndodh në Serbi është që të ketë diçka në Kosovë me të cilën ai do të mund të luante kartën e tij nacionaliste që t'i ofronte serbët përreth vetes, kinse Kosova ja serbët këtu janë të rrezikuar dhe ne duhet të bashkohemi e t'i mbrojmë. Pra situata është serioze dhe unë përshëndes do të thotë megjithatë angazhimin e gjithmonë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara për Kosovën dhe ajo që tha presidenti Trump, unë e besoj plotësisht dhe shpresoj që edhe ne të jemi konstruktiv dhe të bashkëpunojmë me aleatin kryesor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Shkodra, faleminderit shumë. Faleminderit zotri Balla, kalofshë mirë.